Ja receta si të pastroni zorën e trashë dhe të shpëtoni nga kapslëku vetëm me 3 përbërës. Për funksionin e dur të sistemit tretës, zora duhet të zbrazet rregullisht çdo ditë. Shpesh ndodh që njerëzit të shkojnë në tualet vetëm disa herë gjatë javës. Ne nuk duhet ta konsiderojmë këtë si situatë normale. Ndoshta është kapslëk ose një urgjërësisht si probleme me tretjen. Termi kapslëk është përdorur gjithashtu si konstipacion ose kapslëk kronik përdoret për të përshkruar një situatë kur zora e trashë nuk mund të zbrazet, edhe pse ekziston nevoja për të zbrazur. Kapslëku është zakonisht një problem që zgjidhet lehtësisht. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por nëse nuk trajtohet, mund të shndrohet në një gjendje kronike e cila në planin afatgjat mund të ketë edhe pasoja më të rënda me shëndetin. Në këtë video do ju tregojmë një recetë e cila mund ju vi në ndihmë për të përmirësuar tretjen tuaj dhe për t'i dhënë në fund këtij problemi. Vaji i rincinit është një laksativ natyral që përdoret edhe më shpesh në produktet për këtë qëllim. Fatkeqësisht ajo është pak e njohur për brezat e sotëm sepse përfaqësohet gjithmonë edhe më pak. Nga ky vaj në kombinim me lëngun e portokallit i cili është i pasur me fibra dhe lëndë ushqyese të dobishme, ju merrni një pije shumë të fuqishme dhe të shëndetshme për zbrazjen e zorëve. Kjo pije gjithashtu forcon imunitetin. Zbrazja e zorëve është një proces shumë i rëndësishëm i cili eliminon mbeturinat e grumbulluara dhe pikat nga trupi, gjë që ka një rëndësi të veçantë në parandalimin e sëmundjeve dhe ruajtjen e shëndetit të mirë. Përbërësit që ju duhen për këtë recetë janë: një filxhan lëng portokalli të shtrydhur dhe një lugje dhe vaj rincini. Procedura bëhet në këtë mënyrë. Për të përgatitur këtë pije është shumë e rëndësishme të përdorni lëng portokalli të sapo shtrydhur. Lëngjet e blera përmbajnë në sasi të madhe sheqeri dhe pak fibër, kështu që pija do të ketë efekte të dobta. Pasi ta keni shtrydhur lëngun e portokallit, shtoni një lugje dhe vaj rincini dhe i përzjeni. Për rezultate më të mira rekomandohet që pija të përgatitet në këtë mënyrë dhe të konsumohet një herë në ditë me stomakun bosh. Zbrazja e zorëve do të ndodhë pas 6 deri në 12 orësh, kështu ka më shumë informacione në lidhje me vajin e rincinit. Përdoreni gjithashtu me kujdes dhe në mbikëqyrjen e ekspertit për të evituar kështu edhe komplikacione në përgatitje. Funksioni i dur i sistemit tretës është jashtëzakonisht i rëndësishëm për shëndetin e përgjithshëm. Megjithatë, duhet të tregoheni të kujdesshëm me atë që shtoni në dietën tuaj, për të evituar kështu edhe komplikacione të cilat mund të shkaktojnë probleme me tretjen. Kur vendosni të konsumoni ushqime, duhet të jeni të ndërgjegjshëm se ato ndikojnë në shëndetin tonë edhe në krijimin e komplikacioneve. Për të pasur një sistem tretës me një funksion më të mirë, duhet të jemi të kujdesshëm dhe të kryejmë rregullisht edhe zgjedhjen e dietave të duhura për të menaxhuar dhe për të lehtësuar problemet e kapslëkut. Një zorë jo e shëndetshme mund të ndikohet gjithashtu edhe nga probleme shëndetësore duke përfshirë diabetin, presionin e lartë të gjakut, madje edhe ankthin. Për të ndihmuar në lehtësimin e problemeve të tretjes, xhenxhefili në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje efektive. Xhenxhefili është një super ushqim ka përfitime befasuese shëndetësore, ndihmon në reduktimin e urthit dhe madje nxit edhe humbjen e peshës. Megjithatë, xhenxhefili mund të përdoret edhe për të ofruar lehtësim për dhimbjet e stomakut dhe probleme të tjera të cilat lidhen gjithashtu edhe me tretjen. Tregohuni të vëmendshëm ndaj ushqimeve që shtoni në dietën tuaj, pasi disa prej tyre mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër problemeve të kapslëkut. Kapslëku është një proces kronik i cili mund të ndikojë në krijimin e konstipacionit, gjithashtu edhe problemeve për të shkuar në tualet. Prandaj, mund të gjeni mënyra të ndryshme alternative në kushte shtëpie për të menaxhuar shqetësimin tuaj. Por ka mënyra për të lehtësuar kapslëkun me ndoshta që këto ushqime i keni në shtëpinë tuaj. Soda e bukës në kombinim me ujin e ngrohtë mund të jetë një zgjidhje alternative. Merrni një lugë çaji sodë buke dhe shtoni në një çerek filxhani me ujë të ngrohtë. Kjo do të lehtësojë dhimbjen e kapslëkut dhe do ju bëjë të ndjeni të çliruar. Hidratimi mirë i trupit është shumë i rëndësishëm.
Duke qenë i dehidratuar mund ta anashkaloni kapsllëkun, pra duhet të pini sa më shumë ujë. Thuhet se pirja e ujit të gazuar të bën mirë pasi u hidraton dhe bën edhe një mbajtje më të mirë të lehtësimit të tretjes. Konsumoni fibra. Duke pasur fibra të mjaftueshme në dietën tuaj, ndihmoni që zorët tuaja të lëvizin më shumë në mënyrë të tillë të kalojë ushqimi më lehtë. Fibrat e tretshme jo të fermentueshme, të tilla si psyllium, janë një lloj që ndihmon në lehtësimin e kapsllëkut. Ndaloni së ngrëni bulmetin. Ushqime si djathja, akullore, qumshti dhe produktet e tjera të qumshtit mund të shkaktojnë në kapsllëk. Kjo është për shkak se ato mund të ngadalësojnë në lëvizjen tuaj të zorëve. Eliminimi ose reduktimi i qumshtit mund të ndihmojë në lehtësimin e kapsllëkut. Ndër bulmetrat më të mirë për dietën tuaj është kosi. Lëvizni më shumë gjatë ditës. Aktiviteti fizik është i mirë për shëndetin tonë në përgjithësi, gjithashtu mund të ndihmojë me kapsllëkun. Lëvizja mund të ndihmojë në lëvizjen e zorëve. Ka edhe ushtrime të caktuara ose yoga që mund të bëni për të ndihmuar me kapsllëkun. Pini kafeinë. Pirja e kafeinës mund t'ju ndihmojë të çliroheni. Kafeina stimulon muskujt e sistemit tuaj tretës. Gjithashtu, përmban sasi të vogla të fibrave të tretshme, të cilat janë shumë efektive edhe në rastin tuaj. Është e rëndësishme që her pas here të kryeni edhe vizitat e duhura për të ndihmuar në rastin e konstipacionit që të kalojë më shpejt. Kapsllëku është një problem i zakonshëm që nuk na pëlqen të diskutojmë më shumë, por që kërkon vëmendjen e menjëhershme. Ajo mund të çojë në probleme shëndetësore të tilla si hemoroidet dhe çrregullime urologjike. Disa nga shkaqet e zakonshme të kapsllëkut përfshin mospjerjen e mjaftueshme të ujit, mosngrënien e mjaftueshme të fibrave dietike, sindroma e zorrës së irrituar, stili jetesës i ulur, shtatzania e ilaçet, goditja në tru, diabeti e të tjera. Por nëse i shmangni takimet me një mjek, atëherë mund të provoni këto lëngje për të shpëtuar nga kapsllëku. Lëngu i ananasit. Ananasi është një frut i mbushur me veti që ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit tuaj tretës. Ai përmban enzimat të quajtura bromelain, të cilat ndihmojnë në përmirësimin e lëvizjes së zorëve. Përmban lëngje dhe ujë që ndihmon në krijimin e një kalimi të butë jashtë shitjes. Lëngu i mollës. Një mollë në ditë mund të mbajë larg kapsllëkun. Ky frut i mrekullueshëm është i pasur me fibra, minerale dhe vitamina që ndihmojnë në parandalimin e kapsllëkut. Përzieni një mollë, gjysmë lugje çaji plur kopër dhe gjysmë filxhani ujë në një blender dhe më pas e konsumoni. Kopra përmban fibra dietike që ndihmojnë në mbajtjen e ujit në jashtëqitje dhe lehtësimin e lëvizjeve të buta në zorë. Lëngu i rrushit gjithashtu mund të jetë një lehtësues i çështjes suaj. Merrni rrush të freskët dhe hidheni në blender pasi të hiqni kërcellin. Shtoni xhenxhefilin dhe ujin dhe i përzieni. Hidheni në një gotë dhe më pas e pini. Kjo funksionon sepse rrushi është i pasur me fibra dhe përmban ujë, i cili ndihmon në hidratimin e trupit dhe në daljen e jashtëqitjes. Lëngu i portokallit. Ky lëng i shijshëm është i pasur me vitaminën C, minerale dhe fibra dietike, të cilat ndihmojnë në mbajtjen e ujit dhe ndihmojnë në stimulimin e lëvizjeve të zorëve. E vetmja gjë që nevojitet është të përzieni një portokall të coptëzuar përafërsisht dhe të shtoni një maj kripe të zezë për të hequr qafe problemin. Lëngu i limonit gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese. Limoni është një burim i shkëlqyer i vitaminës C dhe fibrave dhe këto të dyja janë të shkëlqyera për kapsllëkun. Për më tepër, është gjetur një zgjidhje e shkëlqyer që mund të përdoret për rritjen e imunitetit. Për të përgatitur lëngun, shtrydhni gjysmë limoni, mjaltë dhe plur qimoni dhe hidhini ato në një filxhan me ujë të ngrohtë. I përzieni mirë dhe më pas e konsumoni. Shtimi i plurit të qimonit është jashtëzakonisht i dobishëm në ruajtjen e shëndetit tuaj tretës. Është e rëndësishme që nëse vuani prej kohësh nga kapsllëku, të merrni hidratimin e duhur dhe të merrni fibrat dhe mineralet e duhura të cilat trupi ka të nevojshme. Nëse gjendja nuk rregullohet, paraqituni tek mjeku për të marrë një trajtim të specializuar, citon studimi. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative
për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.